pjesën e ndriçimit publik, si qëndron Gjakova me planifikimet për ndriçim? Realisht, komuna e Gjakovës qëndron mirë në mirëmbajtjen e ndriçimit publik, po them me theks të veçantë në mirëmbajtjen e ndriçimit publik, këtu po flas për rrjetin ekzistues që e kemi, sepse momentalisht ne si komunë po operojmë me një kontratë për mirëmbajtje, ndërsa jemi duke i bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme që gjatë këtij viti të fillojmë edhe zgjerimin e rrjetit të ndriçimit publik në disa prej zonave ku ka mungesë të ndriçimit publik, edhe po shpresojmë shumë shpejt me fillu me punë edhe me arrit me përmbyll ndoshta një pjesë goxha të madhe të gjithë territorit të komunës së Gjakovës me furnizu me ndriçimin publik. Ndërkohë tek pjesa ekzistuese, besoj që jemi mirë, normalisht ka telashe të natyrave të ndryshme, por të cilat mundohemi gjithmonë me i trajtu me prioritet edhe aty ku ka rrjet ekzistues, jemi gjithmonë në kontakt me qytetarët edhe me njëherë i bëjmë ato ndërhyrjet e nevojshme prej neve si institucion.